Tek fëmijët e vegjël, doktor, kur flas fëmijët e vegjël edhe ata të cilët, edhe ata që mund të jenë 10 vjeç, më thënë, janë shohim në raste për shkakun të një rreziku të një goditje të zemrës apo vetëm nëse nuk është kapur një shqetësim i caktuar, se ka patur edhe raste që edhe fëmijët. Shiko, goditja nga të nxehti nuk është vetëm ekskluzivitet i personave të smur nga zemra ose atyre në moshë. Ajo mund t'i ndodhi edhe sportistëve, mund t'i ndodhi edhe fëmijëve. Pra të gjithë preken. Të gjithë preken, sepse, siç e shpjeguam, zemra fillon edhe rreth më shpejt, ato, si thosh, temperatura rritet dhe mundet që të kalosh ato limitet që truri arrin të balancoj, si thosh, të kompensoj këtë rritje të temperaturës. Dhe mund të kesh goditje nga dielli, pra nëse të fillon një marrje mendës, nëse të fillon simptoma të goditjes nga dielli, ajo mund të preki çdo. Edhe fëmijë, edhe sportista. Aq më shumë moshat edhe të smur nga zemra. Pra kështu duhet ta quajmë goditje nga dielli, edhe këto temperaturat e larta. Nifet ajo, vdekje nga goditja nga dielli. Ah, vërtet? Po. Nuk e dija. Është stroke heat. Stroke heat, pra goditje në tru. Në tru, si pasojë e nxehtësisë. E nxehtësisë së madhe. A ka predispozitë që të kesh stroke nëse ke probleme me zemrën? Po, ka. Nëse ekspozohesh në diell, po themi, pra nëse ke probleme me zemrën, flasim për strok, zemra përbën 70% të origjinës së strokut. Pra strok do thotë goditje në tru, pak a shumë ishemi në tru, piksje në tru, sepse 70% të rasteve vijnë nga aritmitë që ndodhin në zemër, fibrilacioni atrial predominant, dhe nga pllakat aterosklerotike që janë kryesisht në karotide. Kështu që ato që kanë smundje zemre janë më të prirur për të bërë edhe strok. Kjo dihet. Por, në kushte të ekspozimit në diell ose në temperaturat e larta, janë bërë studime ku shifet që ka dhe një nivel të shtuar të formimit të trombeve, ose një, si thosh, tendencë për formim trombesh më të shtuar se sa në kushte në temperatura normale. Kështu që këto trombe mund të japin edhe strok. Kuptimin varet se ku ndalojnë, varet se ku. Doktor, kam dëgjuar për shembull ka njerëz të cilët që mbas kohës së Covidit marrin vitaminë C çdo ditë. Edhe, kur them marrin vitaminë C, edhe këta të cilët ndoshta kanë hollues të gjakut, pra që zakonisht jepet nëse ke një problem me zemrën. Këshillohet, s'duhet këshillohet, duke qenë se vitamina C thonë që ka një efekt pak hollues, apo jo? Apo gabohem? Vitamina C është... Pyet sepse kemi shkuar shumë tek vitaminat, prandaj. Tani, unë rekomandoj që në stinën e verës të konsumohen fruta dhe zarzavate, të cilat i kanë edhe vitaminat brenda në mënyrë natyrale. Kjo është rruga e duhur dhe e rekomanduar. E kuptoj. Pjesa tjetër, suplemente vitaminash pa ndonjë rekomandim ose pa ndonjë kuptim, domethënë shkencor, nuk është se rekomandohen, domethënë vitamina C mund të jetë pak antioksidante, nuk është e keqe, por më mirë të merret nga speci, nga këto perimet e limoni, po, se sa të merret pa ndonjë përshkrim mjekësor. E kuptoj. Nuk e di nëse kam festimin regjia? Regjia e kam festimin? Okej, festim, ndjes se nga që u shkëputa dhe nuk e di nëse u riktheve apo jo në lidhje. Cilat janë gabimet që bëhen më së shumti në këndvështrimin tënd, që mund të raportojnë edhe rojet bregdetare, që dhe ata mund të thonë, për shkak e kemi ndjerë që njerëzit bëjnë këtë gabim. Atëherë, kanë parquajnë vërtuesit e plazhit dhe ndryshojnë nga rojet bregdetare. Ndjes, po, vërtuesit e plazhit, dhe kërkojnë ndjes, po. Shiko, zakonisht, siç po thoshte edhe doktori, pik ose orari më i keq për njerëzit që ndodhin ataket kardiak ose infarktet është orari i drekës. Mbas konsumimit të ushqimit, pasi kanë konsumuar edhe alkool, dhe nuk e ruajnë atë 2 orë me qetësisë trupit, mundën direkt në ujë. Dhe ky është një problem që të gjithë e shikojnë, megjithëse të gjithë janë mundohemi që ti sqarojmë që shikon, nuk është e mirë sepse ti sa ke dalur nga dreka, mundohet të bësh pak në 30 minuta pushim, nuk ta kërkon 2 orë, po 30 minuta që të shkojë ushimin në organizëm. Ka njerëz pra që qëndrojnë dhe në pikun e diellit në plazh, po. Që nuk shkëputen, janë të rinj, janë mosha e tretë që nuk shkëputen dhe janë ato temperaturat e larta që japin rrezikun. Nuk shkëputen?
Po, rrinë gjithë kohën, domethënë sepse ai e llogaritur që unë kam marrë për pushime dhe këto 5 ditë kam dhe do të shfrytëzojnë maksimum. Pastaj ka dhe të tjerë që janë mosha e tretë që rrinë deri në orën 10 dhe shkuten të rikthehen përsëri në orën 5 mbas dite. Pra, justifikimi është fakti që kanë shumë pak ditë pushimesh. Po, dhe kanë ardhur me pushime dhe nuk, sidomos kanë qenë to 2 ditët kur kanë qenë dallgët e mëdha, që kemi pas goxha probleme me pushuesit. Dua të të pyes pak edhe për këtë situatën e dallgëve që po ndiqja në një nga lajmet që ishte shpërndar edhe në Euronews. Ishte një rast i të rinjve të cilët kishin mbetur në mes të detit. Çfarë ndodh konkretisht në këto raste? Çfarë ka ndodhur? Nëse më jep një rezume. Vërtuesi i plazhit në Limari kishte paralajmëruar për rrezikun sepse ne prisim që në orën 2-3 do ngrehet shteti dhe do kishte një ngrejtje dëmjehershme. Mirë, po nuk ishte dëgjuar as nga personat që kanë dhënë me qira dhe as nga pushuesit. Nuk ishte dëgjuar këshilla dhe arritën përfundimi që e pam të gjithë që shkuan në shoqëruan me. Pra vrojtuesi i ka njoftuar edhe biznesin edhe personat në fjalë.